Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një nga problemet më të mëdha shoqërore dhe moderne të kohëve të fundit. Do të flasim për bashkëtesën. Nisur kjo bashkëtesë me një diferencë moshe, zonja 35 vjeç dhe zotria 50 vjeçar. Ta kanë sjellë në jetë një fëmijë 1 vjeç, ndërsa zonja që vinte nga një martesë e dështuar më parë ende nuk ka bërë divorcin zyrtar. Megjithatë, edhe zotria vinte nga një tjetër martesë dhe të dyja palët kanë nga 2 fëmijë. Ndërkohë që nga kjo bashkëtesë ka lindur një vajzë 1 vjeçare, e cila sot është regjistruar në trungun familjar të ish burrit të nënës së saj. Ndiqni për më shumë materialin e përgatitur nga kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi me lidhjen e drejtë për drejtë me zotin Viron, 50 vjeçarin, për treguar për këtë bashkëtesë, lindjen e vajzës 1 vjeçare dhe problemet që ata kanë hasur. Historia që do të trajtohet sot në emision ka të bëjë me një burr 50 vjeçar i cili rrëfen se si ai dhe bashkëtuesja e tij vinë nga martesa të mëparshme të dështuara. Ata kanë rreth 8 vite që jetojnë së bashku dhe nga kjo lidhje kanë sjellë në jetë një vajzë. Problemi kryesor në marrëdhënien e çiftit lidhet me faktin se bashkëshorti i bashkëtueses nuk paraqitet në seancat gjyqësore për divorcin. Kjo mungesë e vazhdueshme ka krijuar vështirësi serioze, jo vetëm në përfundimin e procesit të divorcit, por edhe në përfitimin e bonusit të bebes për vajzën që çifti ka së bashku. Pikërisht për këtë arsye burri ka vendosur ta denoncojë atë publikisht, duke i bërë thirrje që të paraqitet në seancat gjyqësore e të mos mbaj peng një histori familjare që duhet të marrë fund. Sipas tij, kjo situatë po dëmton jo vetëm çiftin, por edhe fëmijët, të cilët po përballen me pasojat e një procesi të zvarritur prej vitesh. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, përpara se të lidhemi edhe me zotrin dhe denoncimin që ai bën në studion në emisionit Me Zemër të Hapur. Me mua në studio është avokati Elvis Duka. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektivët privat. Faleminderit që me mua në studio në krahun tënd, psikologe ligjore Lindita Hoxha. Përshëndetje Lindit, mirë se erdhe. Me të tilla probleme haseni çdo ditë si njëri edhe tjetri, sidomos kur në mes janë fëmijët. Nuk po flasim për një proces divorci të zvarritur nga ana e njërës palë, prej 8 vitesh bashkëtesa midis një 50 vjeçari dhe një 35 vjeçare ka sjellë në jetë një fëmijë 1 vjeç, e cila jo vetëm që nuk është e regjistruar në trungun familjar të zotit Viron, me të cilin do lidhen, por tek ishburi i nënës së saj, sepse ky i fundit me sa duket zvarrit proceset gjyqësore. A është e vërtetë që i zvarrit ai, apo diçka nuk shkon në këtë histori? Do të na njohë zoti Viron, me të cilin lidhemi në këto momente. Zoti Viron, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Në radhë parë falenderoj që ke pranuar të jesh pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, për të folur me zë dhe me figurë për jetën tënde, të bashkëtueses tënde, por mbi të gjitha të vajzës 1 vjeçare. Faleminderit dhe juve zonjë, faleminderit. Atëherë, ju dhe bashkëtuesja juaj 35 vjeç vini nga martesa të ndryshme. Po. Atëherë, përpara 8 vitesh si e ke njohur ti bashkëtuesen? Me shkuesi. Me shkuesi. Ju e dini që ajo e kishte një martesë, apo jo? Po, e dija. Pse ishte larguar ajo nga banesa, pse nuk e kishte bërë divorcin? Do me thënë, të lutjem më thanë, dhe pasaj... Edhe një herë, të Ishte do lutem. më afër dhe ram dakord. Atëherë, zonja prej sa kohësh ishte divorcuar, ishte larguar nga familja e saj? Po, zonja kishte rreth 1 vit e gjysmë më larguar nga familja ish bashkëshortit, për shumë arsye. Një nga arsyet kryesore? Një nga arsyet është që mund të them është dhuna. Dhuna. Ka ushtruar dhunë. Pra për shkak të dhunës ajo është larguar. E ka denoncuar ish bashkëshortin për dhunë? Është larguar sepse ndaj bashkëtueses time është ushtruar dhunë sistematikisht nga ish bashkëshorti dhe këtu ka dhe persona të tjerë që kanë ushtruar dhunë ndaj bashkëtueses. Çfarë do të thotë kjo? Edhe familjar të tij? Ka ushtruar dhunë dhe ish vjerri zonjë. E kuptuam.
atëherë, a mund të më thuash pak, ajo e ka denoncuar ish vjerrin dhe ish burrin për dhunë familje? Ka, do me u përpoj që një herë të shkonte të bënte një çfarë denoncimi, por nuk mundi të shkonte sepse E dëgjojmë edhe zonjën në Nuk fakt, mundi. po, nuk e ka lejuar Nuk në mundi. fakt, thot zonja, për të shkuar edhe për denoncuar, ka qenë kjo zgjidhja e saj. po nuk mundi të shkonte të bënte denoncimin sepse rastisi do më thënë ishte duke ecur në rrugës dhe papritur rastisi me njerëz dhe familjarët e saj, atë me familjarët e burrit, me vjerrin, nuk e di, me ish vjerrin më thot. E kuptoj. Megjithatë, zonja, në momentin që është dhunuar edhe nga ish vjerri dhe nga ish burri, është larguar nga shtëpia ku i la fëmijët. Fëmijët i la atje në fshat, atje në shtëpi. Në shtëpi, çfarë fëmijësh ka zonja? Me tjatin, me baban e tyre dhe me gjyshtrit e vaj, sepse ka 2 vajza, me gjyshtrit e vajzave. Po, mund ta dëgjojmë edhe zonjën në fakt në këtë transmetim, sepse ky bashkëbisedim që bëni ju edhe zonja, ju besoj se i dini vetë të gjitha këto detaje që unë po ju pyes se keni 8 vite që jetoni së bashku. Gjithsesi, 2 vajzat çfarë moshe kanë sot? Vajze e madhe është 13, Po? tjetra 11. Pse nuk e arritur zonjë të kërkosh dhe të bashkohesh me fëmijët e tu, me vajzat e tu, ha? Jo, doja ti merja, po nuk mi la i shkunati. Nuk t'i la i shkunati. Po, Kur e ke nisur procesin e divorcit? Kur ke shkuar në gjykat për herë të parë? Kemi shkuar, mund të flasun? Po. Në shkurt të vitit që shkoj, që lam pas. Pra, në shkurt të 2025-ës, zonja i është drejtuar gjykatës, po pse me kaq vonesë? Sepse e shikojnë që është e mbytur në lot për fëmijët, për vajzat. Atër patëm dhe ne mundësi financiare zonja, për këtë jemi vonuar kaq shumë. Për mendimin tim nuk është justifikim sepse sot mund të marrësh një avokat falas nga shteti dhe zonja sapo është larguar në mënyrë barbare nga banesa dhe është kthyer në shtëpinë e prindërve apo diku tjetër, zonja duhet kishte telefonuar menjëherë policin. Nuk është justifikim që nuk e ka kallëzuar dhunën, sepse pasi shkoi në familjen e prindërve, ku ka shkuar ajo? Pasi është dhunuar, ku shkoi? Mbasi u largua nga shtëpia ish bashkëshortit, Po? u kthye këtu në fshatin Maricaj tek sepse këtu kishte një daja kjo këtu. Në këtë shtëpi ku jemi ne sot, pak më lart ka dajon, kishte dajon, Gjigjin, familjen domethënë këta, dhe aty kishte edhe nënën e saj. Në ato moment që kam britur aty, duhet telefononte policin 129 të denonconte dhunën dhe ndërkohë të kishte hapur një proces ligjor dhe të kërkonte kujdestarinë e vajzave. Mbas kaq shumë vitesh, kjo zonjë 35 vjeçe rrezikon të mos i takojë më fëmijët e saj. Pra, mund të quhet një braktisje nga ana e nënës. Fakti që nuk dini mënyrat ligjore se si duhet të ndiqni ato çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, nuk përbën justifikim për gjykatën. Prandaj po ju këshilloj. Gjithsesi, përpara se dalim tek problemi kryesor. Po, dakord jam me juve. Po, zotri, po ju sa vite kishit i divorcuar? Unë kisha rreth 9 apo 10 vjet kështu diçka e tillë. 9 apo 10 vjet. Ju e keni bërë besoj divorcin? Unë i kam mbaruar, jam dalë ligjërisht me ish zonjë, me ish bashkëshorte. Po fëmijët tuaj çfarë moshe kanë? Fëmijët e mi janë, unë kam 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Djali shkon 22, vajza bën 21 vjeç. Ndërkohë, si ke marrëdhëniet me fëmijën dhe me ish gruan? Unë të jemi sinqert, nuk komunikoj me ta, me fëmijët. Po detyrimet ushqimore që ju kishte lënë gjykata i ke dhënë për fëmijët e tu? Tani, për sa i përket kësaj, domethënë
të them unë tani, gjykata i ndau fëmijët. Sepse kur ne u ndamë, Po, vajzën e kisha në fshat e prindrit. po, Dhe gjykata i ndau fëmijët. Vajzën ma la mua në kujdestari, po, ndërsa djalin ja la ish gruas, ish bashkëshortes. po. Po. Dhe e caktoi gjykata një mas në një mas detyrimi kështu domethënë dhe Po, nuk kemi kryer këto pagesa si unë ndaj por kur ndajnë fëmijët, besoj se nuk ka, fëmijën po. që kishte ish gruaja, po Dakor. dhe zonja që duhet të kryete pagesën për fëmijën që kisha unë. Sa kohë qëndrove ti me vajzën dhe pse iku vajza nga ty dhe pse ti nuk e marrëdhënie sot me të paktën me vajzën që gjykata ta la në kujdestari? Vajza sot është martuar, Po, ka një fëmijë, po. jeton në Gjermani, besoj, Mhm. dhe ja, pa këtë E qartë. Edhe pse ajo jeton në Gjermani, ti nuk e marrëdhënie me to, apo jo? jo, unë nuk s'kam asnjë lidhje me fëmijët fare. A të vjen keq për këtë gjë që nuk e lidhje me fëmijët? Po, më vjen keq tani, kështu kanë ardhur, unë kështu kanë ardhur rrethana. A i din ato që babai është rimartuar përsëri ose bashkëton me dikë dhe kanë edhe një motër 1 vjeçe? Këtë nuk e di, besoj se e din tani. E din. Atëherë, zoti Viron, në qoftë se fëmijët, djali dhe vajza të ndiqnin, çfarë do t'i thoje ti sot atyre? Nuk mund të flas më për ta zonjë, nuk si të them që nuk më pëlqen E ta kuptoj. ndrojmë temën e bisedës, të Mirë. mos flasim për këta, Okej. po të Edhe flasim një për pyetje të problemin që fundit. kemi këtu. Po patjetër, do shkojmë aty, por duhet analizuar zoti Viron pse jemi në këtë situatë sot. Edhe një pyetje të fundit personale për ju, ish gruaja juaj është martuar? Po, Është martuar edhe ajo. Mirë, ndalojmë pak, ju thatë që njoja me zonjën tuaj, me zonjën Ajere, është bërë nëpërmjet një shkesi. Pra ti ke ditur Po. gjithçka për zonjën, prej këtyre 8 viteve që ju jetoni bashkë, si ka qenë kjo bashkëtesë juaja? Keni pasur shqetësime në familje nga ish familje tuaja më parë? Jo. Nuk keni Nuk pasur. kemi patur ndonjë. Atëherë, kur themi që zonja Ajere i është drejtuar gjykatës, sa kohë keni ju që ajo i është drejtuar gjykatës? Dhe pse nuk është kryer divorci i saj? Nuk është kryer divorci sepse ai zotëria nuk është paraqitur në asnjë seancë dhe vazhdon dhe akoma që të mos paraqitet. Dhe në datën 11 shkurt të vitit sapo hyri, është ka seancë tjetër, është një seancë, do zhvillohet një seancë tjetër. Pra, Me praninë e gjyqtarëve dhe me praninë e avokatit që kemi thirrur ne. pra nga shkurti 2025-ës që ka nisur procedurat për zgjedhjen e martesës, 11 shkurt të këtij viti, ju do t'i drejtoheni gjykatës sepse në këtë një vit ai zotëri nuk është paraqitur asnjëherë. Me informacionet që keni ju, zotëria jeton në Shqipëri apo jo? Po në Shqipëri, këtu në fshat është, në fshat. Çfarë justifikimi jep zotëria që nuk paraqitet në gjykatë? Urdhëro, nuk të dëgjova mi të lutem. Çfarë justifikimi jep zotëria që nuk paraqitet në gjykatë? Zotëria mund të shtoj në diçka unë për zotërinë, që zotëria është pa arsim, është pa arsim fare, nuk ka kryer asnjë vit, nuk ka shkuar, ose më mirë nuk ka shkuar në shkollë fare. Po? Është pa arsim, është fare. Po çfarë do thotë kjo? Mos paraqitesh në gjykatë nuk ka lidhje shkolla. Nuk di të shkruaj, nuk di të lexoj, nuk njeh asgjë. A jeton me prindrit edhe me 2 vajza? 2 vajzat shkojnë në shkollë, besoj, 13 dhe 11 vjeç. Vajzat shkojnë në shkollë, Po, edhe mund t'i lexojnë babait shumë mirë njoftimin e gjykatës. Por babai nuk di të lexojë, zonjë.
Po e lexojnë vajzat njoftimin e gjykatës. E lexojnë vajzat, por tani unë ç'të të them për këtë, ne vajzave, këtë tani, këtë bashkëtu, këtë zonjë hajre, unë atë te çopat, ku ka çopa në fshat Vinokash të Ballabanit, e kam çuar plot 6 herë dhe e kam çuar te shtëpia. I ka takuar që të shpallet me vajzat, të shikoj, të çoj diçka dhe kaq sa ka mundur kam bërë. Tani, se çfarë bëjnë ata atje, unë nuk di se E qartë. Më duhet të komunikoj pak me nënën e vajzave, duke qenë se është biseda tek vajzat. Kur i ka takuar zonja Hajre vajzat për herë të fundit? Mund të flasun? Po, mund të flisni juve, po. Unë e kam çuar, po bën 2 vjeta avash, nuk e kam çuar sepse s'ka qenë mundësia për ta çuar dhe ja për këtë. Tani unë... Ndërkohë vajzat çmallen me nënën, çfarë i kanë thënë nënës? Duan të jetojnë me nënën? Apo nëna nuk ka interes, bashkëjetuesja jote nuk ka interes që vajzat të vinë të jetojnë me juve? Nuk e lë në fakt. Fëmijët, të lutem, fëmijët i thonë nenës Po? që o mami ne duam të vime me ty, apo sidomos vajzë e madhe, sepse vajzë e vogël nuk i afrohet, nuk i gjitet, sepse këtu besoj tani shumë se vajzave ju flitet keq, si nga gjyshrit, nga e jati, nga babai tyre dhe nga familjar të tjerë, ju flasin keq për nënën, nëna iku ju la, nëna nuk ju do. Megjithatë, vajza e vogël, ja, zoti Viron, këtu janë një nga arsyet që... Më dëgjoj pak, zoti Viron, është një anë kjo që ju thoni, që duke qëndruar me gjyshrit edhe me babain, deri pak minuta më parë ti the që babai është i parsimuar, nuk ka asnjë klasë shkollë, por në mos gaboj me llogaritë e mia, vajza e vogël ka qenë vetëm 3 vjeç dhe besoj se nuk e mban mend nënën aq mirë sa duhet. E rëndësishme është që vajzat duan të jetojnë. Do të thejë se do të them unë. Po. Vajza nuk ka qenë më e vogël, ka qenë pak më e vogël, rreth 1 vjeç e gjysmë, rreth 2 kështu. Dakor, në rregull, të drejtë keni juve. Nuk themi ndonjë gjë neve tani që pse thatë ju kështu, por që kjo është e vërteta. Vajza e madhe ishte 4 kur i ka. Mirë, të dyja kanë qenë shumë të vogla. E rëndësishme është që gjatë procesit të zgjidhjes martesës, së divorcit të zonjës, të përmenden dhe elementet e dhunës në familje. A do jetë vonë kjo gjë? A do jetë vonë kjo gjë pas 8 viteve? Këtë gjë nuk e dim se do ta thonë dhe do ta komentojnë 2 të ftuarit e mi, avokatit dhe psikologja. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë. Në fakt, siç ndodh gjithmonë gjatë hapësirave publicitare, kemi qenë në një bashkëbisedim me të ftuarit, me psikologën, fillimisht edhe më pas me avokatin. Është një nga ato historitë që të befason kur e dëgjon, por është një histori që tashmë me sa duket është bërë normalizim në shoqëri, që bashkëjetesat përfundojnë, që fëmijët nga bashkëjetesat të shkojnë në trungun familjar të njërit apo të tjetrit prind. Lidhem drejt për së drejti me zotin Viron. Zoti Viron. Pra, në 8 vite ju thoni që vetëm vitin e kaluar filluat edhe bët kërkesën në gjykatë për zgjidhjen e martesës, pasi nuk keni pasur para, por thash edhe njerë ka vite që nuk është më ky justifikim se ka avokat falas nga shteti, por në momentin që bashkëjetuesja jote ka mbetur shtatzan, atëherë ju e kërkuat sepse automatikisht ky fëmijë është regjistruar në trungun familjar të ish bashortit të zonjës, apo jo? Apo bashortit, se ende nuk janë darë. Nuk kemi bërë asnjë lloj regjistrimi zonjë. Munduam aty siç lindi vajza. Po? Për të përfituar atë bonusin që të jemi të sinqert dhe nuk na mundsua regjistrimi. Pra, nuk përfitoi bonusin, nuk ju mundsua regjistrimi dhe vajza është 1 vjeç sot? Po, sot fiks mbush 1 vjeç e vajza sot. E urojmë edhe ne të ketë një jetë sa më të lumtur, pranë babait dhe pranë nënës, por edhe pranë motrave dhe vëllezërve të saj. Ja urojmë ditëlindjen, të bëhet edhe 100. Atëherë, zotria nuk është paraqitur sa herë në gjykatë?
Zotëria nuk u zhvilluan 4 seancat e para dhe zotëria nuk u paraqit në asnjë seancë. Tani, do shtoj çka? Po. Në seancën Po. ka qenë seanca e para, po më duket se ka qenë seanca e parë, ai heri me 10 minuta vonesë. Dhe heri 10 minuta me vonesë. Dhe seanca nuk u zhvillua. Për mendimin tim, kjo quhet mos paraqitje. Mirë, ne do marrim mendimin e specialistëve të studios. Okej, zotëria, në 4 seanca një herë ka ardhur 10 minuta me vonesë, a ka përfaqësues ligjor ai? Ka një avokat që e mbron? Me sa kam dëgjuar, ai ka një zonjë, një avokate, një grua, e përfaqëson një grua. Dhe tani unë nuk e di se... Po pala juaj ka avokat? Po, ne jemi lidhur me një avokat, me një zotëri aty në Tepelen, me një Malo Sadikaj. Çfarë thot avokati juaj në lidhje me këtë situatë pa kuptim? Kam folur disa herë me avokatin dhe më ka thënë që e di gjykata, e bë gjykata, unë po mundohem... Por këtu bëhet pengesa i zotëria me mos paraqitjen e tija. Dhe po pse ka një arsye? Ka një arsye? Është çështje hakmarrje që ajo bashkëton me ju, pse nuk paraqitet? Është i zënë me punë? Po tani çështja e natit, çështja hakmarrjeje. E qartë. Mirë, zotëria ka filluar jetën e tij, bashkëton me dikë? Jeton me dikë, me ndonjë zonjë tjetër? Nuk besoj, jo më duket, nuk ka... Pra jetën e tij ka kushtuar vajzave? Nuk e di ç'them për këtë zonjë. Jo, nuk ka, jo. Okej, pra do të thotë që zotëria ka kushtuar jetën vajzave të tij, në një farë mënyre, sepse jeton me vajzat. Po. E kuptoj. Mirë, unë do kaloj me njërë tek avokati, tek zoti Elvis Duka, i cili është me mua në studio, ishte diskutimi në të treve gjatë hapësirës publicitare, nëse gjykata në seancën e pajtimit të thret 2 apo 3 herë. Në rastin konkret e ka thirrur gjykata e Gjirokastrës 4 herë zotrin dhe 4 herë është zvarritur gjithë kjo çështje. Atëherë, Elvis, si duhet të jetë dhe përballë kujt fakti jemi? Atje, pikës pare duhet të theksoj se është e rëndësishme që edhe publiku ta kuptoj që mungesa një bashkëshorti në seancët gjyqësore nuk e bllokon procesin. Do të thënë, mund të bëhet si një shkak për zvarritje në procesit, por në këtë rast nuk mund ta bllokojë apo ta pushojë procesin. Normalisht paditë për zgjidhjen e martesës në duke mund të jenë shumë të thjeshta, por kemi të bëjmë dhe në raste ku gjëja mund të ndalikohet për shkak të mos paraqitjes palëve etj me radhë. Gjykata që në momentin e depozitimit padisë cakton një datë për gjykimin. Por është shumë e rëndësishme dhe për publikun që na ndjek që të theksojmë sepse seanca e parë normalisht është për seanca e pajtimit, që zhvillohet vetëm ndërmjet paditësit dhe paditëses. Në këtë seancë, normalisht gjykata pyet palët dhe i fton diskutimin që nëse kjo është zgjidhja vetme që cilët ato duhet shkojnë drejt zgjidhjes martesës. Në momentin që personi nuk paraqitet, normalisht bëhet njoftimi me anë gjykatës në adresën ku personi ka vendbanimin. Në momentin që nuk merr njoftim nga gjykata, gjykata është e detyruar që të vazhdojë procesin me anë të shpalljeve publike, që bëhet shpallje publike në vendbanimin ku personi i paditur ka adresën e saktë. Më pas caktimi një psikologu edhe caktimi i detyrimit ushqimor etj me radhë. Në rastin konkret, duhet ligji parashikon shumë qartë, sepse një palë e cila thirret rregullisht edhe nuk paraqitet pas arsye të justifikuara, duhet të themi që mund dyshojmë se kemi të bëjmë një shkaq hakmarrje në lidhje me procesin ose një farë presioni i cili nuk bashkëshorti në këtë raste po bën ndaj ish partnerës tij në lidhje me procesin e divorcit. Në momentin që ne identifikojmë rastin si problemi, kemi të bëjmë dhe me një familje në dukje patriarkale, nga ana e ish bashkëshortes, sepse
në këto kushte të cilët në mesare latoj dhe bashkëtuesi kemi të bëjmë me një rast të dhune, e cila ka qenë e vazhdueshme. Që ka mbetur e pa denoncuar. Që ka mbetur e pa denoncuar. Dhe jo nga ish burri, por edhe nga ish kunati dhe nga ish vjerri. Tanit, mos lejo ish kunatit, takosh vajzat, ose të shkosh të bësh denoncimin dhe ai është bashkëfajtor kur ka qenë prezent ose kur ka parë element të dhunës ndaj ish kunatës, apo jo? Megjithatë nuk është justifikim, se zonja pas ka vajtur në këto ambiente. Aty ka pasur dajon, aty ka pasur nënën, në qoftë se nuk denoncon ditën e parë, mund denoncosh pas një jave, pas një muaj, pas një viti, por jo ta nxjerrësh një pretendim sot. Absolutisht, sepse është sepse do kishim të dënuar zotrin dhe do kishim vajzat nën kujdestarinë e nënës. Absolutisht. Në momentin që ne jemi nuk mund të afaktojmë në lidhje me dhunën apo shkaqet që ka ardhur nga kjo dhunë e cila është ushtruar. Në rastin e divorcit mund të theksojmë sepse është një diçka e vonuar dhe të zgjatur e cila duhet ishte bërë vite më parë. Jo, unë them pretendimet e një çifti që do shkojnë drejt zgjidhjes së martesës. Këtë po them unë. Zonja do justifikohet që unë kam nisur një bashkëtesë, kam ikur nga familja, i kam lënë vajzat, por justifikimin e vajzave kam gjithë hallin, sepse janë dy vajza 13 dhe 11 vjeç, të cilat në takime me nënën kanë shprehur dëshirën për të shkuar me nënën. Më kupton? Dhe kjo do jetë shumë e vështirë për ta justifikuar, sepse zotria mund të mbrohet me shumë të drejtë që ka qenë kjo zonë që ka ikur nga shtëpia, po kush është ajo nën që mund të lë fëmijët 2 vjeç dhe 3 vjeç? Ose 4 vjeç, 2 dhe 4. Kush? Asnjë. Pra, do të nxjerrë elementin e dhunës. Unë për shkak të dhunës nuk e kam denoncuar se nuk më kanë lejuar, por besoj se gjykatësia apo gjykatësia do ta bëjë këtë pyetje. Mbas një jave, një viti, një muaj, pse nuk e denoncuar? Kjo është çështja. Absolutisht, kjo është një edhe pika kulminante në analizës që ne duhet të sqarojmë edhe publikun që na ndjek, por edhe në këtë moment edhe bashkëshortin apo ish bashkëshortin, sepse procesi i divorcit normalisht është një proces i cili duhet veshë si rrethoj kur martesa e lidhur e humb funksionin. Pra, ne jemi në kushtet që pas martesa që ka qenë e lidhur para 8 vitesh e ka humbur të funksion. Dy bashkëshortë nuk jetojnë bashkë dhe ligje përshikon nëse nuk kemi një bashkëjetesë të vazhdueshme, normalisht është një ndër shkaqet për zgjidhjen e martesës. Në kushtet që kemi pranë një dhune të vazhdueshme, si nga pra, a mund të akuzohet në këtë proces zgjidhje martesës zonja për braktisje të fëmijëve? Ky mund të jetë një rast si një procesi tjetër. Se jam e sigurt që zotria do ta përdori këtë kartë. Zotria normalisht mund të hapi një proces tjetër nëse ka pendime të tjera në lidhje me heqjen e përgjegjësisë prindërore. Në këto kushte, nëse zotria duhet të ketë këto pretendime, atëherë është detyruar të hapi një proces tjetër për heqjen e përgjegjësisë prindërore. Por nuk kemi pranë kushteve të cilët zonja nuk ka treguar interes për fëmijët që ka pasur me ish bashkëshortin. Pra, gjatë këtyre viteve ajo ka shkuar dhe ajo ka shkuar vazhdimisht, normalisht i ka takuar, ka mbajtur një kontakt me fëmijët i cilët ishin 13 dhe 11 vjeç, dhe në këtë kushte nuk kemi para situatës pranë heqjes së një zotësie të heqjes së përgjegjësisë prindërore. Si ka mundësi Elvis nga shkurti 2025 deri në shkurtin 2026 si jemi, procesi është paraqitur 4 herë ka dështuar seanca e pajtimit, 1 herë është paraqitur zotria, pra do të thotë që ka pasur njoftim ky zotri, por ka shkuar 10 minuta me vonesë. Kaq pa tolerant janë gjykatat në lidhje me orarin. Se nga fshatrat e thellë dihet është çështje rruge. Është diçka të cilët ne kemi ngritur si edhe si kundërshtim edhe në pra, sa minuta pret gjykata nëse ti nuk paraqitesh? Absolutisht ne jemi pa një rast që gjykata në këtë rast mund të jetë dhe pak, domethënë, mirë kuptuese ndaj palëve. Nëse kemi në rastet kur pala paditëse nuk paraqitet, domethënë gjykata e pushon padinë. Në rastet kur pala paditëse nuk paraqitet, atje po ta marrim në rastet kur gjykata nuk paraqitet. Për shembull, ne shkojmë në seancë, gjyqtari është në një trajnim në shkollën e magjistraturës. Ose ka probleme shëndetësore. Nuk pushohet, shtyhet, por palët nuk njoftohen. E kuptova. Në këtë kushte jemi kur duhet mirëkuptime dhe i gjykatës ose mirëkuptime dhe ish bashkëshortit apo bashkëshortës të gjejnë një mirëkuptim. Po nuk jemi përpara këtij rasti të pushimit të çështjes sepse me 11 shkurt është vendosur thjesht ne jemi në rastin e zgjatjes së. Pse është zgjatur 1 vit?
Një vit 4 seanca pajtimi. Kozjatja nuk mund Se nuk ka vazhduar varet edhe nga kesa e gjykatës, sepse një gjyqtar flasim në rastet e sotme, normalisht varet nga kesa që ka personalisht dhe gjyqtari çështjes. Sepse nëse kemi një gjyqtar i cili mbulon një së çështje caktuara, edhe planifikimi për seancën e radhës mund të jetë një planifikim mbas nga kërkesës që ka gjykata. Dhe vendimi unifikues, një vendim njësuesi i gjykatës së lartë, thekson si në zbardhjen e vendimin, apo si në caktimin e seancës së radhës, varet normalisht nga kërkesa e gjyqtarit. Sepse kemi të bëjmë një proces i cili ka vazhduar nga procesi i vettingut, nga vakancat e cilët ka pas gjykata. Jemi dakord me gjithë arsyetimin tënd, absolutisht dakord, por kemi një fëmijë 1 vjeçar, sot feston ditëlindjen e saj të parë dhe është e pa regjistruar, nëse nuk e di do të ma thuash ti, ajo ka shkuar automatikisht në trungun familjar të një personi i cili është ish burri i nënës. Në lidhje me çfarë ka ndodhur me këtë fëmijë? I është mohuar e marrja e bonusit, këtë e kuptoj. Po është i pa regjistruar, thotë zoti Viron, babai i vajzës 1 vjeçare. Kjo mund të bëhet edhe një shkak të cilët penaliteteve që parashikon ligji në kalimin nga afati 6 mujor për regjistrimin e fëmijës. Në këtë kushte ne jemi pranë ligjit i cili e parashikon shpejtëmisht që një fëmijë që lind, edhe pse deklarohet që babai i fëmijës nuk është prindi i cili ndodhet në certifikatën familjare aktuale, normalisht ky fëmijë regjistrohet në certifikatën familjare aktuale, të cilët ajo figuron e martuar me një person i cili nuk është babai biologjik i fëmijës. Për këtë arsye duhet shikojmë vendimarrjen e gjykatës, po duhet parashtrohet edhe pranë procesit, e cila më pas mund të drejtohet me një padi për njohje në aftësisë si babai. Mbas 6 muajve çfarë ndodh? Merr penalitete? Mbas 6 muajsh çdo fëmijë duhet të regjistrohet në regjistrin e zyrës gjendje civile. Nëse prindi nuk bën regjistrimin e fëmijës, normalisht ka penalitete nga ana administrative me gjop. Sa shkon gjoba? Me sa informacion kam, është një gjobë minimale, e cila mund t'jetë dikuke 5.000 lekë të reja, për e cila pastaj mund t'jenë masët dhe tjerë që mund të merren me... Po e humbë shansin prindi për të marrë bonusën e fëmijës, e lindjes së fëmijëve? Kjo është një rast... Në qoftë se merr penalitete, dua të them. Në këtë rast jemi pranë një rast i absurd, pasi një fëmijë i cili ka lindur ka drejtën që të përfitojë edhe bonusi. Pra, ti mendon se nuk është regjistruar vajza automatikisht në trungun familjar ku është nëna e martuar me burrin e parë? Në këtë rast, ne duhet shikojmë dokumentacionin e cilën në certifikatën familjare aktuale, të cilën ka nëna, më thënë që duhet verifikojmë nëse ky fëmijë rezulton i regjistruar në certifikatën familjare aktuale apo jo. Ma mbani gjithmonë në plan regjia, ju lutem zotrin, zoti Viron, më dëgjon? Po, të dëgjoj, zonjë. Atëre, duam të dim unë edhe avokati, por dhe gjithë ata që po na ndjekin. Vajza, e dini që mund të jetë regjistruar automatikisht në trungun familjar të ish burrit të nënës së saj, aty ku është e martuar ende? Bashkëtuesja jote? Hajreja? Jo, nuk besoj se është bërë regjistrim, se si s'ka se si të bëhet regjistrimi. Të lutem, e keni parë në Albania një certifikat të zonjës në qoftë se vajza e vogël është automatikisht me motrat e saj? Jo, nuk e kemi parë këtë. Nuk e keni marrë një certifikat, nuk e keni iden? Nuk e kemi parë, jo. Po mirë, mund të bëni një aplikim certifikatet të zonjës tek Albania, sepse ndoshta vajza mund të jetë regjistruar aty ku është e martuar nëna. Pra mund të rezultojë vajza e zotrisë me cilën ka qenë martuar ai reja. Më kuptove, Viron? Po, ju kuptova, zonjë, ju kuptova shumë mirë. Okej, në qoftë se ndodh kështu, që vajza e vogël mund të jetë regjistruar, sepse nuk e kemi këtë informacion sipas zotit Viron. Çfarë mund të ndodhi pastaj? Mbas divorcit të tyre? Mbas procesit divorcit, nëse gjithmonë flasim, nëse mund të aludojmë, nëse kjo është e regjistruar në certifikatën familjare aktuale, normalisht pastaj do kemi për një padi për një ojatësie nga zoti Viron. Sepse si babai biologjik... Pra dhe një proces tjetër? Si babai biologjik, por ne jemi në kushtet që unë nuk besoj që mund të jetë regjistruar në certifikatën aktuale, pasi prindi biologjik në këtë rast nuk ka marrë asnjë ndërveprim që ta regjistrojë në zyrën e gjendjes civile. Pra, në qoftë se vajza nuk është regjistruar automatikisht në trungun familjar të nënës, ku është e martuar me bashortin e saj dhe me 2 vajzat, atëherë
Zotëria duhet hapi një tjetër proces për njohja atësie. Nëse është regjistruar, do të hapi. Nëse, gjithmonë nëse është regjistruar. Pra, për ta konfirmuar zoti Viron, duhet të aplikoni një certifikat të zonjës Ajre në I Albania dhe të kuptoni në qoftë se pas divorcit do të kesh një tjetër proces gjyqësor për njohja atësisë të vajzës 1 vjeçe. Po, do fillojmë që nga nesër të bëjmë këtë... Pa tjetër, edhe nesër mund t'jetë shumë vonë, që nga sot ndoshta aplikimin. Gjithsesi, në qoftë se nuk është e regjistruar, çfarë ndodh? Atje, në qoftë se nuk është e regjistruar, mu mendoj se të dy bashkëjetuesit duhet ndërmarrin hapat për regjistrimin e kësaj fëmie. Dhe si regjistrohet ky fëmijë? Sepse duhet të marrin me certifikatën e lindjes nga nga spitali, normalisht duhet të bëhet edhe nga I Albania, nëse kam informacion, normalisht duhet të shkojnë për bë regjistrimin e fëmijës në zyrën e gjendjes civile. Zoti Viron, po këtë e kanë bërë ata. Certifikatën e lindjes së vajzës kur doli Hajreja nga spitali së bashku me foshnjën. E keni? E dispononi certifikatën e lindjes? E kam zonjë dhe jo kam dërguar dhe në WhatsApp, kam dërguar në telefon me... Po. Atëherë, a mund të më thoni diçka, pse nuk e regjistrojnë në gjendjen civile? Çfarë nxjerrin punojësit e gjendjes civile pretendim? Nuk e regjistruam sepse na thonë se do t'japësh probleme vetes na kanë thënë, domethënë do zhvillohet një ADN, do ketë një proces gjyqësor tjetër. Pra në të dyja rastet Edhe diçka tjetër që ai ish burri, domethënë ish I bashkëtuesës time, se duhet të jetë edhe ai një gjendje civile me kartën e identitetit të tij, me një certifikat familjar apo kujt i unë. Kështu siç më kanë thënë. Pra, sugjerimi është, zoti Viron, sugjerimi I punojësve të gjendjes civile është më mirë mos e regjistroni, se sa ta regjistroni për të shmangur procesin gjyqësor që ju thatë. Po është e rregullt kjo? Atëherë, këtu jemi për një e cili janë disa hapësira ligjore të cilët edhe nga ana morale nuk është normale. Që një fëmijë e cili ka lindur nuk mund të regjistrohet pasi kemi problemet të cilat janë trashëguar nga martesat që kanë qenë. Po, o zoti Viron, mund të më thoni pak, vajza e vogël, si ka bërë vaksinat, si e keni vizituar, pra, I ka marrë këto shërbime nga shteti apo jo? I kemi bërë në vaksinë pare kemi bërë në Gjirokastra dhe 2 apo 3 herë të tjera I kemi bërë në Tepelen. Po si, në që mënyrë? Se fëmija është I pa regjistruar. Te spitali në Gjirokastër, apo nuk e di në Mosgaboj të lutem, apo më duke nuk e di në Tepelen, na kanë dhënë një kartë jeshile, kështu në më dhe në gjyrë blu, jo më falë se unë ngatrova. Dhe në ata shkojnë të gjitha, të më thënë, sa vaksine janë bërë, filan datë dhe ja këto. E qartë. Mirë, Visi, do kthejmë përsëri me arsyetimin tënd, por po pres me padurime dhe psikologen Lindita Hoxhën. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthejmë me njërë në studio. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, përfundon komentin e tij avokati, jemi shokuar në fakte Elvis që vetë punojësit e gjendjes civile I kanë thënë më mirë pa regjistruar vajza, sepse do t'i hapësh probleme vetes dhe do bësh një tjetër proces për njohje atësie që nga analiza ADN-s e shumë çka tjetër. Megjithëse mund të jetë edhe deklarimi I zotërisë që merr përsipër që është ai babai. Kjo mund ta ketë ndihmuar familjen në dukje, por nuk është aspekt ligjore dhe korrekte nga ana e punojësve të gjendjes civile, apo jo? Absolutisht. Se jemi për një rastit të cilët nuk mund të asnjë nga punojësit e administratës nuk mund të japin këshilla të cilët nuk parashikohen nga ligji. Sepse jemi për një këshillë e cila e vën pozita, domethënë në rastin e interesi më I lartë të fëmijës, vjet në disa pozite që nuk janë as pak normale në lidhje me shëndetjen e fëmijës apo vizitat mjekësore që mund të ketë apo mjekimin të cilat duhet marrë në mënyrë të vazhdueshme. Mirë, unë dua të dëgjoj Linditën në këto momente, do rikthejmë përsëri te ky Visi se është e paprecedent që të zgjasi të vetë me në seancë që duhet paraqiten të dyja palët, siç është seanca e pajtimit, të zgjasi një vit.
është e pa precedent. E di pse, sepse ka kosto ky fëmijë 1 vjeç, por kemi edhe një tej zgjatje që 2 vajzat, nëse dëshirojnë të rrinë me nënën dhe gjykata do t'ja kalojë nënës, që mua më duket në këndvështrimin tim me kaq sa kam dëgjuar do të jetë shumë e vështirë, o do kemi një ndarje të tyre, ose do kemi një kërkesë dhe një luftë shumë të ashpër ligjore nga të dyja anët për kërkuar kujdestarinë e atyre vajzave. Lindita, shumë e rëndë, një grua e dhunuar thotë që nuk e fakton dot sot pas 8 vitesh, arsyeja kryesore që largohet nga familja duke lënë 2 vajza të mitura. Sa shpesh hasesh ti në të përditshmën tënde në gjykatë me të tilla raste? Faleminderit. Sot këtu jemi të ftuar me një kërkesë të një nëne e cila ka qenë një herë e martuar, ka hequr dorë nga ajo martesë duke lënë të 2 fëmijët e saj të mitur, duke mos bërë divorcin dhe duke bashkëtuar me një person të dytë dhe që ka sjellë në jetë një fëmijë që sot është 1 vjeç. Kësaj nëne nuk i falet asnjë gjë, përveç se nëse divorcin duhet ta kishte bërë me patjetër. Hapi i parë, nëse bashkëshorti i saj i parë ka përdorur dhunë ndaj saj, menjëherë duhej ti drejtoj organeve të policisë, të prokurorisë dhe pse jo dhe të gjykatës, të kryente divorcin. Për te kësaj, gabimi dytë ka lënë fëmijët e mitur 2-3 vjeç, gjë që nuk i falet. Gabimi i tretë ka bërë bashkëjetesë dhe ka prur në jetë një fëmijë tjetër. Dhe sot vjen dhe na kërkon këtu, s'më regjistrojnë. Kush tha që nuk të regjistrojnë? Po sikur këta të dy, sot, që janë bashkëshortë, të ishin të pamartuar asnjëherë dhe të kishin sjellë në jetë këtë fëmijën e sotëm, të shkonin atje në gjendje civile dhe të thonin që ne bashkëjetojmë. Nuk do martohemi, po do bashkëjetojmë. A do regjistrohej ky fëmijë? Atë përgjigje i jep avokati, besoj. A regjistrohet në këtë lloj forme fëmia Elvis? Duhet të mbaj dhe këta përgjegjësi që janë prindër për herë të dytë edhe të tretë. Iku dhe kjo. Për herë të dytë. Ndodhur në këto kushte, tani ka filluar divorci. Divorci jo më shumë se në 2-3 seancat e para, paraqitet personi apo jo, gjykimi vazhdon. Aq më mirë që ai pas ka marrë avokat, ku një person ka një proces. Ka një proces gjyqësor, ka marrë një avokat, tha, dhe ati i le akt notarial ku prokur të posaçme, ku i thot avokatit që të më përfaqësosh me dhe pa qenë unë. Në seancën e para i ka pas qenë. Ne nuk e di më zbër prokura apo jo. Kështu që në seancën e para ka qenë 10 minuta me vonesë. Gjyqtarët i marrin prokurat nga të dy avokatët. Nuk ka avokat që të shkojnë në seancë gjyqësore pa prokur. Tash e jashtëligjshme kjo. Megjithatë, të mendojmë që janë zona rurale, gjykatat nuk e di si funksionojnë. Gjykata e Gjirokastrës. Po, por drejt ndoshta përfundimi do jetë kjo. Kështu që këtë se penalizon asnjë gjë të shkoj ta regjistroj fëmijën në gjendje civile që nga ky moment. Po si është drejt finalizimit një proces gjyqësor kur s'ka mbaruar seanca e parë e pajtimit, ndërkohë psikologja nuk ka marrë takime me nënën, me fëmijën dhe me babain. Ajo është divorc ku ai do përfitoj fëmijët e vet, sepse kjo nuk i deshi fëmijët si mori, që si mori nuk i deshi. A mund të gjykohet një grua që dënohet në mes të rrugës dhe nëse rastin më të fundit gjykata do t'ja lëri fëmijët kësaj, këto 2 fëmijë e mëparshëm shtohen në atë certifikat, s'ka asnjë gjë këtu të paralizuar. Asnjë gjë. Dhe kjo ka penalitet, me që fëmija si nga regjistruar, brenda 6 muajve këta duhet penalizohen. Në mënyrë administrative, thua ti? Po, si jo, që të dy. Mos të rinë në shtëpi shkojnë me njërë në gjendje civile të regjistrojnë fëmijë si 2 bashkëjetues. Kjo është një drejt themelore. Por zonja është e martuar. Dhe nuk mund ta deklaroj kaq hapur bashkëtesën që thua ti. Do shprehet aty përpara ose të marrë dhe një avokat me prokur, të shprehet që unë ato e kam lënë, po bashkëjetoj me këtë, kam sjellë në jetë këtë fëmijë me emrin XY. Ka që thjesht. Dhe ka humbur edhe të gjitha benefitet për fëmijën. Qoftë vaksinat shkojnë çeftas që i bëjnë, ose të gjitha ndihmat që i takojnë për një fëmijë të vogël. Lindita, ti thua kërkesë pa dinë për divorcin në gjykat, mund ta paraqesin së bashku me kërkesën e avokatit për të regjistruar fëmijën. Në fund, këtë po më thua. Shtohet diçka. Por fillimisht duhet shkojnë të regjistrojnë fëmijën në emrin ky fëmijë që ka ardhur tani në jetë para një viti, në emrin këtyre 2 bashkëjetuesve. Këtë kanë nënë dhe babaj, fëmijë. Nëse gjykata shprehet që 2 fëmijët e tjerë të mëparshëm do t'ja japi nënës, këto 2 fëmijë shtohen aty.
Mirë, dua të bisedojmë pak edhe në lidhje me zonjën, u tregove shumë e ftohtë dhe shumë e ashpër në lidhje me mënyrën se si ajo i ka lënë vajzat, apo i ka braktisur apo gjithçka tjetër. Shumë e mitur, shumë. Tani, ajo tregoi një episod, kanë qenë në mes të rrugës, e dhunuar, jo vetëm nga ish burri, por dhe nga ish vjerri, dhe ish kunati nuk e ka lënë të shkojë të bëjë denoncimin në polici. Pra, vajzat kanë qenë në ambientin e shtëpisë, ajo i shpëtoi, ndoshta një dhunë barbare për veten e saj. Një nën, kur s'është për veten e saj, nuk mund të jetë për vajzat. Vajzat ka shkuar dhe i ka takuar shpesh sepse nuk do përballje me ish burrin. Çfarë do thotë kjo? Duhet ta gjykojmë kaq ashpër? Jo, nuk e kam të mentaliteti ose të paragjykimi, por një nën do t'i merrte këto dy fëmijët dhe do shkonte me njëherë në polici. S'kishte pse të bënte njoftime vjerit kunatut se ku po shkoi. Shërrau në rrugë, thotë, hika në mesin e rrugës. Në mesin e rrugës, po duhet ta përmbahej, të shkonte një të nesërme. Të merrte fëmijët pastaj tikte. Po viktima si do përmbahej kur agresori kanë qenë 3 veta? Po mirë, ata se kanë rrahur për të vdekur që të vdisë, se do kishte vdekur kjo. Por që fëmijët nuk lihen atë moshë 2 dhe 3 vjet. Po pse duhet presim që ta rajnë kaq keq? Po 8 vjet çfarë bëri kjo? Si flëti kjo? Duhet 8 vjet si flëti. Gjumë. Si. Po gjatë këtyre 8 viteve ka shkuar i ka takuar vajzat, ti e dëgjova. Në rregull, edhe në ambientet e shërbimit social. Edhe ju jeni prindër, flini ju pa fëmijën tuaj në datë? Pa diskutim, ëh. Atëherë çfarë do themi? Por mua nuk më ka ndodhur ajo që i ka ndodhur zonës. Çfarë justifikon këtë gjë? Pra nuk e justifikon. Absolutisht asnjë gjë. Do jetë kaq e ashpër psikologja gjatë procesit divorcit? Aty në gjykat këta tashmë janë vetëm për të kryer divorcin dhe për të shprehur gjykata. Nuk janë se do bashkohen përsërish. Jo, vlerësimi psikologjik. A duhet të rrinë me nënën, me një mendim kaq të ashpër? A duhet të rrinë me babain? Vlerësimi psikologjik do bëhet apo jo? Po. E pra, pa do jetë psikologja kaq e ashpër sa ty. Se di. Se s'para ndodh që ti jesh e ashpër. Se di, por nuk e di çfarë 8 vite, jo 8 ditë, se çdo njeri mund të arrestohet dhe 72 orë është në mas sigurimi. E qartë. Po jo 8 vjetë. Do me thënë, frika instaluar të kjo zonjë, dihet që këto lën trauma, dihet, por para fëmijës, çdo traumë te i kalon gjithë kufit. Shikoj që ka një diskutim midis çiftit. Ma vendosni regjia ju të jemi nëna vetë, edhe si. Po, atëherë, shikoj një bisedim midis çiftit në fjalë, midis zotit Viron dhe zonjës Hajre. Çfarë keni? Keni diçka për t'i thënë psikologes? Po. Mund të shtoj diçka zonjë Semrioni? Po. Bashkëtuesja ime para se të largohej nga shtëpia ish bashkëshortit, një ditë aty i merr 2 fëmijët për t'u larguar. Po. Për t'u kthyer këtu tek në fshatin e saj tek te Dajoa këtu, sepse në atë kohë babai kishte ndruar jetë. Po. Por rastisi duke ecur poshtë duke iku poshtë për në rrugës për në Ballaban, kështu mund ta them me se s'kam, sa se ta them ndryshe. Po. Rastisi me ish vjerrin, apo me kë? Me ish kunati dhe e ktheu përsëri në shtëpi zonjë. E qartë. E ktheu me forcë. U mundoa të lutem, u mundoa t'i marr, por nuk i mori dot. Nuk ju mundsua, domethënë qartë. Nuk i mori dot zonjë. Mirë, le të shpresoj. Atëherë ish kunati e ktheu me forcë? Si e ktheu? Me forcë? Po më bërtiti jo. I bërtiti e çorriti, mund ta them kështu alla fshatarçe. Kjo është mendje. Po. S'kishte si vepronte dyshe, një grua, domethënë Kuptova. Në rregull, të presim se si do shpreh gjykata në përfundim të seancës dhe ja, e dëgjojmë psikologen. Do presim përfundimin e divorcit në rrugë ligjore dhe flasim përsëri nëse do jetë e mundur një seancë tjetër. E qartë. Mirë, kalojmë pak tek avokati, faleminderit. Ke një këshill për nënën? Ndoshta se si duhet qaset me vajzat? Jo, duhet paraqiten në çdo seancë, nuk duhet të mungoj, patjetër që të jetë e pranishme, ndërsa për palën tjetër nuk e dim dhe ata kanë avokatët e tyre. Tashmë Visi, e pa precedent që vetëm seanca e parë zgjatet në 4 seanca dhe rreth 1 viti e marrim shkak ngarkesa e gjyqtarit apo e gjyqtares. Është kështu apo jo? Po. Është normale kjo gjë edhe si mund vijojmë më tej?
Atje, përderisa normalisht ato çka relatoj edhe... Qofse të ndje kolegu jot që mbron palën e zonjës, çfarë do t'i sugjerosh? Absolutisht që... Çfarë do kërkohet të bëhet sa më shpejt? Edhe në rast e zgjidhjes martesës apo në cilëdo në çështjet familjare, në këtë rast duhet kemi parasysh interesin më të lartë të fëmijës, sepse kemi një fëmijë i cili është 1 vjeç, akoma i pa regjistruar. Në këto kushte edhe gjykata duhet të ketë parasysh që kemi të bëjmë me një tjetër precedent i cili ka si pasojë mosgjidhjes së saj martese në kohë, dhe kemi një pasojë e cila ka ardhur që jemi përballë faktit që një fëmijë 1 vjeç nuk mund të shkojë të kurohet në spital pasi rezulton i pa regjistruar. Në këto kushte duhet të ketë dhe një apel ndaj gjykatës apo gjyqtarit çështjes që t'i jap një shpejtësi, domethënë, ose përparësi kësaj çështje në zgjidhjen e absolutisht të problemit, duke mbajtur parasysh gjithmonë interesin më i lartë i fëmijës. Megjithatë, ne nuk e dim se çfarë do vendosi gjykata e Gjirokastrës, një shtyrje pa precedent që viktim mbeten gjithmonë në fëmijët të këtyre tekzgjatjeve të procedurave, por edhe të mbi ngarkesave të gjykatës, shkaqe të së cilas ne i komentuam në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ke një sugjerim që mund t'i thuash që vetë qytetarët e kanë në dorë, vetë çifti në fjalë, siç tha edhe zonja Lindita? Mendoj që në përfundim, normalisht zgjidhja ekziston gjithmonë. Absolutisht, ligji parashikon që instrumentat ligjore, cilët duhet të zgjidhin problemin, jo ta akumulojnë problemin të zgjatur ndër vite, i cili vijnë pastaj për tjerë rasti. Absolutisht, duhet kemi gjithë qytetarët të cilët kanë problematika të ngjashme, normalisht duhet të shpejtojnë të zgjidhin problematikat përpara se të lidhin një martesë tjetër, dhe të jemi pranë pasojës që të kemi një fëmijë e cila në këto kushte është jashtë martesës qytetare që kanë ato, edhe kemi një problem i cili është akumuluar ndër vite. Mirë, përpara se të kaloj përsëri tek Lindita, zonja Anife, më dëgjon? Zonja Anife, më dëgjon? Urdhëro zonja. Më dëgjon zonja në fjalë? Zonja juaj, më dëgjon bashkë. Atëherë, motrat, vajzat e mëdha, 13 dhe 11, si sillen me vajzën e vogël? Klasin me motrën e tyre, si sillen, si është qasja e tyre? Jo, nuk... Moa kam folur atë dhe më ishte i thashur, ka me një vajzë ke një motër, i thash. Po? Edhe në tha bjere, sa të takoj. Nuk janë takuar. Nuk e janë ata telefonit të flasë. Nuk e lejojnë fëmijët të flasin me... Po, kur ke folur për herë të fundit? Para... Një javë. Para një javë. 10 ditësh, një javë. Mirë. Ose para 2 javësh në mos gaboj, se nuk kemi numëruar dhe ditët. Qartë. I rash dje par dje unë nuk ma hapin telefonin. Nuk hapin telefonin zonjë. Qartë. Lindita, si duhet jetë qasja e zonjës në qoftë se gjykata do t'ja lënë nënës kujdestarinë e tyre? Në qoftë se do t'i marrin të dyja. Nëna për fëmijën bën gjithçka. Bashkë me fëmijën e vogël në krah, duhet të shkojë në gjykatë dhe të kërkojë me të gjitha format e saj. E di një nënë se si bën kur i kërkon fëmijët e saj të cilët i ka humbur. Duhet të jetë prezente me fëmijën e vogël në krah dhe atje nuk largojmë nga gjykata pa më dhënë fëmijën. Po në qoftë se gjykata vendosen, nuk duam të luajmë kujdestarin babait, si do jetë qasja e kësaj zonje? Se do jetë shumë e vështirë, besoj. Nëse ja lë babait, po do shkruaj dhe takimet, në fundvendimi do shpreh, do takohet në fundjavë. Për shembull, 4 ditë i mban babai dhe 3 ditë i merr nëna. Ose e kundërta. Mund të kemi... Po, si, kanë takime. Jo, mund të kemi një ndarje, flas për takimet, një ndarje, një vajzë nëna dhe një babai, si që tha dhe zotria që a kishte vendosur gjykata? Në të dyja rastet gjykata janë shprehur. Nga hëna në të premte fëmijët jetojnë në atë shtëpi ku duhet të rinë që janë kushtet më të domosdoshme. Ndërsa fundjava te prindi tjetër, kështu që gjithmonë do kenë afrimitet edhe më mirë, por ne ju urojmë që të ketë data të afërta të gjykimit që të mbaroj sa më shpejt gjykimi. Me kaq sa dëgjove, nëse do ishte ti psikologja dhe do bëjoje vlerësimin e rastit, kujt do t'ia lije fëmijët, nënës apo babait? Me kaq sa dëgjove? Fëmijët nuk vendosen kështu, vetëm me një fjalë goje, duhet të shikojmë dhe ambientet, si çfarë ambiente ofron babai. Babai i tyre biologjik dhe babai jo biologjik.
Njerku, Pastaj shishtet e nënës. pastaj janë disa elementë, disa pika që përbëjnë një të tërën. Kush është në punë me pagën më të lartë që i ofron mundësinë e shkollimit, ushqimit, veshmbathjes, argëtimit, kemi edhe 2 herë. Të ardhurat më të mëdha. Patjetër, të më të larta. Ashtu merr vendim gjykata dhe pushimet e dimrit të verës. Kush ka mundësi të financojë? Se në plazh jo të gjithë shkojnë. E kuptova. Shkojnë të pasurit në plazh, jo. Pra ka shumë elemente dhe ti nuk mundet të japësh një mendim. Nuk jam e caktuar unë në atë divorc. Okej, ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, përpara se të falenderoj edhe zotin Viron, do doja të flisja pak me bashkëtuesen e tij. Zoj, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Në fund të këtij emisioni, çfarë apeli përcjell vajzave të tua? Unë dua që ti marrë të dyja në fakt, se atje ku janë ato nuk janë mirë, nuk më pëlqej. Diçka tjetër për t'ju thënë vajzave? Urdhë? Diçka tjetër, vajzave vetë çfarë do t'i thoje? Po, dua ti marrë të dyja, nuk dua ti lëmë atje. Do të thoja që, ja, se mund të shtoj unë diçka. Po. Do të thonte që të vini me mua sepse mendoj kjo se janë më mirë këtu, shkollën e kanë më afër, shtëpiti kemi rregulluar, banesa këtu është më e mirë nga banesa që kanë ato atje, Po. se ne atje kemi shkuar, kemi parë, dhe mund të shtoj diçka tjetër. Po. Në 6 herë që kam quar zonjë bashkëtuese time atje, fëmijët i ka gjetur si mos më keq. Megjithatë, zoti Viron, unë nuk thash që ju të bëni thirrje që kushtet tuaja janë më të mira. Unë kërkoja zonjën t'i bënte ca fjalë zemre, një apel zemre të dyja vajzave. Çfarë do t'i thoshte ajo nga ky emision? Po i dua. I dua shumë, thot. I do shumë. Kam të mirë, i dua. Atëherë, zoti Viron, edhe bashkëtueses tënde, edhe 100 vajza e vogël, rrugën ligjore ja u thanë të dy të ftuarit e mi, mjafton t'i ndiqni dhe unë shpresoj që vajza e vogël të regjistrohet sa më shpejt dhe bashkëtuesja të bashkohet me fëmijët e saj. Faleminderit, ju përshëndes drejt për së drejti nga Tirana. Faleminderit edhe gjithë atyre që na ndoqën drejt për së drejti ditën e sotme. Bashkë do takojmë në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.